Përshëndetje. Përshëndetje Dona. Si kalove? Shumë mirë, po ti? Shqyqyr që do më thonë shqyqyr që gjete ko edhe erdhe në këtë intervist me mua, dhe e di që je shumë busy, pas shumë kesa dhe ti, dhe të përgëzoj për arritjet e tua, je një frymëzim për gjithë ne si grup, për gjithë shqiptarët në këtë platformë, dhe desha edhe unë të bëj një intervistë shkurtër, t'i bëjmë ca pyetje rreth biznesit që të sqarojmë dhe audiencën diçka më tepër. Qa mund të kemi mangësi ne, shqyqyr që të kemi ty të na korrigjosh gjithsesi. Çdo kush shife Donën, edhe unë bëj gabime, edhe akoma sot bëj gabime. Mëson gjatë rrugës, çdo njeri nuk lind i ditur. Po, është normale. Tashti unë kisha ja 2-3 pyetje që mos të ham edhe shumë kohë ty në lidhje me biznesin. Pse duhet të vazhdojmë dhe për çfarë shërben ky biznes? Çfarë lloj biznesi është ky, më qartë? Çfarë bëjmë ne? Po, çfarë bëjmë ne? Çfarë bëjmë ne? Okej. Pas këtë pyetjen direkt. Tamam, shumë faleminderit për besimin, shumë faleminderit edhe për mundësinë që më dhe të jem intervistuara e pare jotja, besoj. Dhe unë të uroj shumë sukses edhe ty për ndërtimin e sipërmarrjes tënde të lirë. Dhe vërtet është frymëzim, ndoshta edhe për meshkujt ose baballarët shqiptar që ta marrin këtë iniciativë, duke parë që ti ndoshta mund të jesh i pari djalë shqiptar që mund të arrish të prekësh ato majat e suksesit. Ku po shkoj unë avash ku janë shumë tjerë para nesh. Presojmë. Faleminderit për mbështetjen një herë se ky lloj biznesi ka mbështetje të papame nga ju. Faleminderit për këtë gjë se ndihem shumë më i fortë kur më ndihmoni këtu. E vërtet, mbështetja është 24 orë, jo vetëm nga komuniteti jon, vetëm nga ekipi jon, por edhe nga platforma, nga komuniteti i platformës, pra që është 24 orë, është një biznes global, është një 24 orë non stop. E bëj marketingun gjithë botën, edhe nëse është ditë në Europë, mund të jetë natë në Australi. 24 orë servis kemi hapur për gjithë njerëzit çdo të botës që kërkojnë si mundësi me punu nga shtëpia. Atëherë, unë jam Dona, jam nga Shqipëria, nga Burreli, dhe jetoj prej 9 vitesh në Angli. Jam nëna 2 fëmijëve dhe e kam nisë këtë biznes vetëm 2 vite gjys gati, 2 vite 4 muaj më përpara, pothuaj, dhe për arsyen që edhe unë të rria me fëmijët e mi, të rrisja vetë, dhe të kisha lirin time financiare, edhe të ndihmoja të suportoja financiarisht shtëpi. Kjo ka qenë ajo dëshira ime. Sigurisht kam qenë shumë skeptike, edhe pse më shikon ti sot këtu, ndoshta do mendosh që kam pas një eksperiencë, edhe unë kam qenë në ato këpucë ku je ti, me zero eksperiencë në botën digjitale, zero eksperiencë nga ana teknologjike, po të themi nga ana kompjuterit. Ndoshta sa më e hap me mbyll, një Excel, ndoshta 2 fjali, mund t'i shkruaj pas gjë më shumë. Vërtet është sistem hap pas hapi, një trajnim që të ndihmon bazuar video, të mëson çdo gjë. Është i dizenjuar për njerëz që s'kam pas ndonjëherë eksperiencë në rrjetet, në bizneset digjitale, që sot ndoshta duhet një shkollë ose duhet një kurs, një trajnim të përgatitesh të bësh një biznes digital. Këtu është çdo gjë e përmbledhur në atë paku ku ti fillon të ndërton biznesin tënd. Pra çfarë shërbejmë ne? Çfarë bëjmë ne? Është që ne ndihmojmë njerëz, pikërisht komunitetin tonë shqiptar, duke qenë që edhe ti po punon me audiencën shqiptare, dhe t'ju sillim mundësinë të punuarin nga shtëpia me fleksibilitet plot, dhe ato që përmenda nëpërmjet një sistemi të automatizuar që punon për to, ose për mua siç punon dhe për ty, duke qenë se unë jam nëna 2 fëmijëve, ja përveçsi familjes time, dhe sistemi është aty gati,
kur njerëzit vërtet shikojnë reklamën time dhe mund të regjistrohen, marrin seminarin, mund të fillojnë, kanë totalisht zgjedhjen e tyre të fillojnë dhe me hapin tjetër në blerjen e paketës informuese i qenë $49, ku sigurisht se çdo kush është e ke parasysh stepet kur të vjen Më falë, paketat e $149 që janë shumë skeptik. E di. Shumë tërhiqen. E di pse ndodh kjo, sepse veje vetën tënde kur ke qenë aty. Është sepse mund të jetë skam. Sot është vështirë të besosh në botën digjitale, sigurisht kur bëhet fjalë me jetë lek. Ato ti sot je pjesë e programit, je pjesë e sistemit dhe kupton që është një biznes i testuar, i përvuar, që punon, që ka funksionuar edhe me njerëz me shkollë, me nëna me 5 fëmijë, ti di shumë mirë që janë shumë sukses në komunitetin tonë. Por sigurisht që për njerëzit që janë jashtë nuk e njohin. Edhe ka dhe modele të tjera të biznesit aty jashtë, siç janë këto le themi në të zezë biznese që shesin produkte që janë me shkallë. Këtu po si ishte pjesë e sistemit nuk e kuptojnë. Dhe është shumë mirë ti je skeptik. Është për mua njerëzit që kanë qenë më skeptik janë sot më të suksesshëm sot që janë në biznes. Dhe unë kam qenë vetë shumë skeptike. Unë gjithmonë e kam thënë që ndoshta mos ishte mundësia që unë të takoja mentoren time personalisht, nuk do isha sot këtu. Edhe është më së normale, thjesht do japësh informacionin, ne është që e mira është që ne nuk i ndjekim njerëzit. Janë njerëzit që na sjell sistemi, sistemi na sjell ato njerëz potencial që ne na duan për këtë biznes. Është e vërtetë, është e Po, vërtetë. edhe kjo është që ne bëjmë këtë pra që ndihmojmë njerëz, pra qëllimi jonë është të ndihmojmë njerëz të zakonshëm, njerëz pa experience më parshme, të fitojnë nga shtëpia e tyre, në kohën e tyre, në lirinë e tyre. Pse jo? Sot vërtet çdo gjë po bëhet shumë e vështirë. Është mirë kur e kem, sidomos kur je emigrant, je di shumë mirë ta Holland. Sa orë shkon e punon nëpër skela, nëpër si bashkëshorti. Shumë e vërtetë. Prandaj më tërhoqi ky biznes për benefiteve që ti punosh nga shtëpia, nga makina, nuk e di unë. Edhe në gjithë. E vërtetë. 24 orë thjesht hap telefonin, prandaj më tërhoqi, po edhe besueshmëria, unë të them drejtën besova, edhe prandaj u futa në të, edhe nuk jam i zgënjur deri tash, faleminderit. Po kisha edhe një pyetje tjetër, shoh që në këtë biznes ka më shumë femra dhe meshkujt shqiptar shumë skeptik, shumë të tërhequr më duket. Nuk e di nëse ke ndonjë këshill që mund t'i japësh mbase E vërtet, nuk di çfarë mund të them, por doja të thoja që siç e përmenda edhe pak në fillim, ti mund të jesh i parë që mund prekësh ata moje. Për të vetëm arsye që mua nga reklama ime më shumë janë shumë baballar, prindër, djem që pyesin çfarë është ky biznes? A bën për neve? A mund ta bëj unë? Po flas nga gjinia mashkullore. Do thotë që edhe ato janë të interesuar, por ndoshta nuk ka pas shumë nga audienca shqiptare meshkujve që të arrin e ta kuptojnë më mirë sistemin që të jetë në gjendje edhe të japin udhëzim tjetrit. Okej? Unë e di që ti do jesh i pari, unë e di që shumë mirë që ti do thjesht çdo gjë do vinë në kohën e vet. Ne sado që i kuptojmë gjërat në kohën tonë nuk mund të vinë, do vinë koha jote. Ti tani po hodhe reklamën e parë, po ecën shumë mirë, e di që ke shumë të interesuar dhe do vinë momenti jot. Do vinë momenti që sepse edhe bota është drejt digitalizimit e para dhe e dyta është një biznes që vërtet për njerëz që punojnë, për prindër paktën që punojnë nga dy punë, për emigrantët, nuk po them se është biznes i lishëm edhe sigurisht që të duhen letra në këtë biznes, nuk mund futesh pa letra, por edhe shoqëria që është i tillë, për këtë unë jam shumë krenare që kur e afroj një mundësi pune tjetrit ose mundësinë e ndërtimit një sipërmarrje të lirë, specifikojmë këtu nuk ka një punë, këtu nuk merr një rrok fikse në fund muajit, por është biznes dhe është shumë fitim për urës. Edhe nuk të kërkon shumë kohë. Pastaj totalisht zgjidhja jote ta bësh full time ose part time.
Edhe mendoj që vërtet gjinia shkollore jam shumë më shumë skeptik. Ndoshta edhe mentaliteti jon, ndoshta edhe opinioni njerëzve, por frika dështimit, beson dikush, ndoshta nuk e marrin gjërat me entuziazëm, se ne ka shumë prindër që ndoshta kanë filluar dhe gjatë rrugës kanë ndryshuar mendje, por nuk e kam një përgjigje të saktë. Mendoj që ka shumë të se ti ke folur. ka shumë të interesuar edhe meshkuj shqiptar, ka shumë që më shkruajnë dhe ka shumë që po e studiojnë, domethënë, thjesht marrin pakon informative dhe duan kohë të mendohen. Se është kjo pjesa e skepticizmit që nuk kanë siguri, duan më shumë siguri. Jo, mos është skem, jo, kështu, po këtu janë gjëra të prekshme, të dokumentuara, të ligjshme, nuk ka shanse të jetë skem. Edhe ndoshta është edhe pjesa tjetër. Duan ta vlen ta pyesin ndonjëherë. Sa lekë ke boti? Duhet të shoh suksesin tënd përpara. Ajo është shumë janë kureshtar, sidomos shqiptar. Din sa lekë ke boti deri tash. Unë fus kaq lekë për shembull, sa lekë do marr. Po çdo gjë don kohën e vet, si çdo punë tjetër edhe këtu. Nuk është kazino. Dhe shqyqy që s'është vlla. Po. Është e vërtet. E vërtet. Gjithsesi të falenderoj për kohën tënde, Dona. Të uroj shumë sukses në rrugën tënde. Jam e hapur për intervista sa herë ti ke dëshirë, sa herë të kesh pyetje të vështira nga audienca jote. Je shembulli që duhet ndjekim gjithë në këtë rrugë, në këtë lloj biznesi. Sepse duken, domethënë, dhe arritjet që ke bën këtë biznes dhe të uroj gjithë mirat. Shumë faleminderit për kohën. Asgjë, gjithë mirat edhe për ty. Faleminderit. Mirupafshim.